Personat që pinë kafe turke duhet urgjent ta dëgjojnë këtë lajm. Do ngeleni pa fjalë. Kemi dëgjuar aq shumë mbi kafen turke, e cila është e pranishme çdo ditë në shtëpi, por me shumë siguri nuk i dini të gjitha sekretet. Në këtë video, sipas Bright Side, do të rendisim sekretet kryesore që duhet të dini për kafen turke. Kafeja turke nuk vjen nga Turqia. Nëse mendoni se kafeja turke quhet kafe turke sepse ka origjinën nga Turqia, gaboheni. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Provat historike tregojnë se kafeja turke ka nisur të konsumohet në Yemen në shekullin e 15. Më pas, ajo u përhap në Kairo dhe në Mekë. Historitë të njohura tregojnë se në vitet 1640 në Konstantinopol, Stambollin e sotëm, është hapur kafeja e parë. Cilësia e kafes qëndron te ajka. Kafeja e mirë turke dallohet te ajka që krijohet në krye të filxhanit. Ajka e ndihmon kafen të qëndrojë e nxehtë për një kohë më të gjatë. Ajo duhet jetë e butë edhe me bulza. Kafeja turke duhet të shoqërohet gjithmonë me ujë. Kafeja turke shoqërohet me një gotë uji, sepse uji do t'ju ndihmojë të ndjeni shijen e vërtetë të kafes dhe do ju bëjë pastrimin e qelzës nga llumi që ngelet në fund. Kafeja turke do një llokum për shoqërim. Rituali i kafes turke nuk quhet i plot nëse nuk konsumohet me një llokum. Ai i shton asaj ëmbëlsinë dhe plotëson atë. Kafeja turke mund të shoqërohet edhe me krip. Në kultura turke, nëse duhet të përcaktohet burrëria e dhëndrit, atëherë në kafen e tij shtohet krip. Vajza bën kafen edhe sasinë e kripës tregon interesin. Nëse kripa është e tepërt, atëherë çifti nuk është për njëri tjetrin. Nëse kripa është në nivele mesatare, atëherë vajza ka interes. Ndërsa vajza ka hedhur shumë pak krip në kafe, atëherë ajo është e gatshme për të martuar. Dhëndri duhet të pijë kafen e përgatitur në mënyrë që të quhet i gatshëm për martesën, citon eksperti. Kafeja turke mbrohet nga UNESCO. Kafeja turke është vendosur në listën e trashëgimisë kulturore të UNESCO-s. Vendimi është marrë në seancën e 8 të Komunitetit Ndërkombëtar të UNESCO-s, të mbajtur në vitin 2013 në kryeqytetin e Azerbajxhanit, në Baku. Por cilët persona nuk duhet të konsumojnë kafe turke dhe çfarë i shkakton ajo organizmit tuaj? Tashmë që e dim se kafeja ka vlera të pasvendësueshme shëndetësore, shumë persona e pinë atë në dietën e tyre. Në video tona të shumta, kemi paraqitur efektet e saj në shëndetin dhe në tërësi dhe në parandalimin e një sër komplikacionesh të njëpasnjëshme, citojnë ekspertët. Kafeja ka me mira përfitime dhe pirja e saj me kujdes do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në dobi të organizmit. Por a kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme, kafeja turke apo ajo ekspres? Në shtëpinë tonë, kafeja turke ka edhe një shoqërues të përditshmërisë. Vetëm kur jemi në lëvizje duhet të mjaftohemi me kafen ekspres. Madje, askujt nuk i ka shkuar në mendje për të zvendësuar kafen turke me ndonjë lloj tjetër. E keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera kur pini një filxhan kafe turke ose kur pini një filxhan ekspres? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera për shëndetin. Ndryshimi midis kafes turke dhe asaj ekspres është i gjerë, ndërsa kafeja turke është ajo që ka përqindjen më të lartë të vlerave të bimës së kafes pas përgatitjes së saj. Ajo ka një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zjerjen e tyre në ujë. Ndërsa kafeja ekspres gjithashtu mund të kalojë edhe në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen ose siten, për të prodhuar gjithashtu edhe kokrizat në madhësinë e rërës. Më pas përgatitet ajo në makinën e ekspresit edhe për të dhënë dy minerale të cilat janë edhe pjesë e saj. Për njerëzit që vuajnë nga kolesteroli i lartë ose ato që kanë në familjen e tyre raste me sëmundje të zemrës, këto minerale janë vërtet të dëmshme. Studimi i fundit ku bazohemi sipas Healthline ka vërtetuar se këto dy substanca, te personat që vuajnë nga kolesteroli i lartë, rrisin dukshëm riskun e bllokimeve të arterieve duke përkeqësuar kështu edhe shëndetin e zemrës, pasi ajo nuk e furnizon më gjakun me elementët e nevojshëm.
Pirja e kafes turke tek këta persona arrit dukshëm nivelin e kolesterolit me 10%. Duke qenë se kafeja turke përmban 7,2 mg të kafestolit dhe 5,4 të kaevolianit, ndërkohë që kafeja ekspres përmban vetëm 1 mg nga secila substancë. Kjo për ekspertët është një dhënë e dobishme, pasi që tregon se njerëzit që vuajnë nga kolesteroli duhet të konsumojnë më shumë kafen ekspres. Për njerëzit të cilët nuk vuajnë nga këto shqetësime, kafeja mund të jetë pjesë e përditshmërisë së tyre. Ekspertët shtojnë gjithashtu se nëse jeni një person që vuani nga kolesteroli dhe doni të konsumoni kafe, më mirë këshillohet të konsumoni atë ekspres, në mënyrë që ajo të mos shkaktojë efekte negative për shëndetin tuaj dhe të mirat që i ofron shëndetit tuaj të jenë gjithashtu edhe të plota për shëndetin e përgjithshëm. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara, sidomos edhe në periudhën e mëngjesit, dhe cilësohet gjithashtu si një ofruese shumë e mirë për të zgjuar në mëngjes. Kafeja e mëngjesit është të shndruar në një rutinë të përditshme për shumë persona, ndaj edhe shumë persona e lidhin në rutinën e tyre me kafen e mëngjesit, por kjo nuk do të thotë se ju duhet të jeni me patjetër një prej tyre. Kafeja e pirë me stomakun bosh do të kthehet në një element të dëmshëm të organizmit. Sipas studimeve, ndonse kafeja ka disa përparësi, prap nuk duhet të lihet anash efekti negativ që ajo mund të shkaktojë në dëm të organizmit tuaj. Sido që t'jetë, shumica e njerëzve nuk mund ta fillojnë në ditën e tyre pa një filxhan kafe të nxehtë, kafe të zezë ose edhe ushqyes të tjerë në përditshmërinë e dietës suaj. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara në vendin tonë, por pirja e saj me stomakun bosh do të kthehet në një element të dëmshëm të organizmit, pasi mund të ndikojë në përkeqësimin e stomakut dhe irritimin e zorrës. Ekspertët shtojnë se kafeja është më mirë të konsumohet pas mëngjesit dhe asesi me stomakun bosh për të mos shkaktuar gjithashtu edhe probleme shëndeti. Është provuar se një praktikë e njerëzve që nisin kafen në mëngjes, në dietën e tyre fillojnë edhe të kenë varësi ndaj saj. Sipas Brightside, këto janë disa nga zakonet për pirjen e kafes. Kafeja mund t'ju bëjë që t'jeni gjithashtu akoma dhe më shumë të përgjumur. Kafeja është një nga pijet që të zgjon nga pak, por konsumi i saj sapo zgjoheni nga shtrati mund të ketë efekte të kundërta. Kafeina dyfishon nivelin e hormoneve të stresit dhe mund të çojë gjithashtu edhe në probleme të gjumit, gjë që rezulton gjithashtu me lodhje dhe acarime të organizmit. Nëse e filloni ditën me një filxhan cappuccino me sheqer, mund të ndjeheni përsëri të përgjumur pas një periudhe të shkurtër kohore. Kjo ndodh sepse trupi prodhon insulin për të kompensuar sheqerin, duke bërë që nivelet e glukozës në gjak të bien, gjë që rezulton gjithashtu edhe në mungesë të energjisë. Trupi mund të humbas mineralet më shpejt me pirjen e kafes. Konsumi i kafes herët në mëngjes mund të bëjë që të ndihmoni edhe në një reduktim të kilogramëve, por do të humbisni edhe më shumë vitamina dhe minerale thelbësore nga organizmi juaj. Mund të sabotojë thithjen e ekurit, magnezit, vitaminave B, të cilat janë gjithashtu thelbësore për aktivitetet tuaja ditore. Kafeja në mëngjeset tuaja mund të ndikojë gjithashtu edhe në shqetësimin e shëndetit të stomakut. Kafeina aktivizon sistemin nervor, i cili nga ana tjetër ndikon në shëndetin e zorrës së trashë dhe mund të shkaktojë probleme të diarres. Shumë njerëz pëlqejnë qumshti në kafe ose kremi në të, dhe kjo gjë mund të krijojë gjithashtu irritime të shëndetit të saj dhe të përkeqësojë gjithmonë edhe më shumë organizmin tuaj. Është e rëndësishme që kafen ta pini brenda normës së lejuar dhe të evitoni kështu dëmet në shëndetin e përgjithshëm. Kafeja mund të çojë në shtim të peshës dhe të përkeqësojë gjithashtu nivelet tuaja të ankthit. Kur zgjoheni në mëngjes, nivelet tuaja të hormoneve të stresit janë jashtëzakonisht të dëmshme për organizmin. Përdorimi i kafes në dietën tuaj të përgjithshme mund të shkaktojë gjithashtu edhe përkeqësime të niveleve të ankthit dhe të stresit. Kur zgjoheni në mëngjes, nivelet tuaja të hormoneve të stresit janë jashtëzakonisht të larta, shkak i kafeinës dhe mund të jetë një stimulim më i lartë i saj. Por kjo gjë mund të ndikojë edhe në aktivitetet tuaja shëndetësore. Ekspertët shtojnë gjithashtu se kafeja është e mirë për sa kohë pihet me kujdes dhe brenda normës së lejuar. Teprimi me pirjen e saj mund të jetë një anë e errët e shëndetit
dhe mund të përkeqësojë gjithmonë edhe më shumë imunitetin tuaj. Ndaj siguroni që ta konsumoni me kujdes dhe brenda normës. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.